Mazhari rozë një malit, poshtë vjosa e lartë artari. Mazhari në rozë malit, poshtë vjosa e lartë artari. Poshtë vjosa e lartë artari. Dielli visu per bie. Mazhari. Ora e bashkimit po afron. Zërat e gëzuar dhe tingujt e këngës shumë zërshe kanë veshur pyllnajën dhe ngjiten për nukuror të malit. Prandaj zbret bekimi për këta bi dhe bia Mazhariot që nisën këtë takim të shumë pritur brezash. E korba qyqa mos madëm dola mojë dola. Kjo datë shënon një fillim të ri dhe të vrusë. Takimi i brezave i shumë pritur dhe i dëshiruar aq shumë nga banorët. Në hyrje, ku ndahet rruga nga Sevasteri, një banderol na uron mirëseardhje. Nxitojmë të kapim imazhet e para. Sa po i afrohemi fshatit që qëndron krye lart mbi fushat e gjelbërta e rrjedhës gjarpëruese të Vjosës, një nur malli dhe gëzimi ka zbritur mbi fshatin që ka ndezur këngën në çdo xhak. Gjithçka duket ndryshe sot. 14 gusht 2025. Një takim emocionues na pret e ka bërë banorët së bashku nga çdo skaj i botës për këtë takim të parë brezash. Po le të hymë pak në histori. Mazhari mbi krye ka kurorën e malit. Nën këmbë ka ujin e ftohtë të Vjosës. Mazhari ka një lartësi prej 413 metra mbi nivelin e detit. Sipas defterëve osman të shekullit i 16 është njohur me emërtimin Mazhani. Dhe ai ishte një fshat i vogël por i strukturuar me 83 familje, ose shtëpi, me 7 familje nëna Bajrak dhe 9 beqar. Gjithashtu, kishte edhe mevkuf, ose tokë vakëf, një indikator që fshati kishte tokë të dedikuar për institucione fetare. Në shekullin e 18, numri i shtëpive arrin deri në 118. Mazhari përmendet si pjesë integrale e komunës Sevaster në vitet e para të shekullit 20. Në periudhat historike, mazhariotët kanë marrë pjesë aktive në çështjet e mëdha kombëtare. Ndërto, shquhet edhe qeta e Rapoqelos, ku në përbërje kishte edhe shumë burra mazhariot. Në pragun e shpalljes së pavarësisë në vitin 1912, kur flamuri kuqezi me shqiponjën dy krenarshe e u ngrit në Vlorë nga plaku i Vlorës Ismail Qemali, edhe Mazhari dha bijtë e vet për çetën e lirisë. Të organizuan në komandën e Rapoqelos, burrat e Mazharit së bashku me luftëtarët e fshatrave përreth ishin pjesë aktive e forcave ruajtëse të qytetit të Vlorës. Në luftën e Vlorës në vitin 1920, 300 luftëtar nga këto fshatra dhe burra të fortë mazhariot u hodhën në sulm kundër garnizonit italian në Kot, duke dëbuar pushtuesin nga trojet tona dhe duke mbajtur lart krenarin e Labrit. Lota kanë zënë pusin në te. Në vitet e luftës së dytë botërore, sërish burrat e Mazharit morën pjesë me pushk në dorë për të luftuar fashizmin dhe nazizmin, duke ruajtur nderin dhe traditën e qendresës së kësaj treve.
Sot Mazhari ndjen në zemër plagën e braktisjes, ashtu si të gjithë fshatrat e tjerë. Edhe ai thret bijtë e vet të bashkohen. Javë më parë, atëherë kur zuri fill ky takim, ne ishim në Mazhar dhe ushtruam vëndçe me burrat për të bërë një thirrje banorëve, vëllezërve dhe motrave të kësaj treve të na bashkoheshin. Dhe të ndjekin pak çaste rikujtese nga ky takim. Kjo është fest, nuk është takim. Dhe njëherë, mirë se vini vëllezër në fshatin tuaj, në fshatin që na arriti na lindi, në fshat që na edukoi dhe na bëri njerëz të mirë. Ne nuk kemi film brava, jemi vërë gjithë në llogarit. Po merrem në fazën përgatitore të gjitha gjërave, duke parë që na ambjente jashtë këtu, gjithë infrastrukturën. U bëjmë thirrje në 14 gusht të mbushet sheshi plot, jo si të mbushet plot, të festojnë, të agrijnë, të natë, që të ngelet brez pas brezi dhe të vazhdoj kjo fest gjithmonë. Shënuar datën 14 gusht të 2025, të mbilim në të shesh dhe në të fshat, të gumëzhi për brezin e madh. Këtë e shkëtim duka, edhe gjerë, dhe mosha 30 vjeç të ndidhen, këtu nëse jemi rritur, jemi i bënd në këtë fshat të Mazharit. Po fshati i bukur fisnik, ku të duan dhe Perëndit, kur dhe malit mbi kokë. Sot ky njoftim ka marrë përgjigjen nga zemra e mazhariotëve. Sa po mbërrim në sheshin para shkollës, nuk u besojmë syve. Një organizim perfekt, gjithçka e vendosën në vendin e vet, me një rregull perfekt, e shtruar e përcaktuar, pothuajse për 600 banor dhe emigrantë të mirëseardhur. Edhe pse moti na kërcenon me shi, asgjë nuk e ndal zjarrin dhe dëshirën e këtyre bijve për ta organizuar këtë takim brezash. Gjej me vend të citoj. Kur kjo ide zuri fill nga bijtë e këtij fshati, emigrant dhe jo emigrant, të gjitha fondet e këtij takimi me përmasa të mëdha janë siguruar nga vetë banorët, bijtë të këtij trulli. Gjithashtu, edhe emigrantët kanë kontribuar me shuma të mëdha parash dhe sot gjithçka është falas. Ushqimi i parashikuar për çdo banor dhe një vend komod në këtë amfiteatër me kryet në kurorën e malit dhe freskuar nga uji i Vjosës. Përshëndetje të nderuar miq të ekranit të televizionit Apollon, ashtu siç edhe kishim njoftuar kohë më parë për këtë event të bukur, një herëzi, një event kulturor, por edhe një event madh. Takim brezash në Mazhar, 14 gusht 2024. Megjithse në fillim koha nuk na premtoi shumë për arsye të rreshjeve të pakta, por sidoqoftë edhe këto rreshje nuk i penguan njerëzit që të vinin dhe të ishin së bashku sot. Tashmë koha hapi është e mirë dhe jam këtu me zotin Shqyqyri Qela. Shqyqyri Qela. Juve jeni dhe ndër organizatorët e eventit kulturor takim brezash në Mazhar, por gjithashtu edhe emigrantave. Po, ishte një nisëm e një fillimisht dhe unë mbështet pa asnjë lloj hezitimi nga të gjithë mazhariotët, të cilët vërshohen nga të gjitha anët ku kanë emigruar. Erdhen sepse sot këtu është një ditë e veçantë për të gjithë ne. Erdhen me një mall të madh të akumuluar në 35 vite që ne jemi larguar nga fshati dhe kemi ngritur qerdhet tona në vend tjetër, por ne nuk e harruam kurrë fshatin ton. Vazhduam ta donim dhe me këtë thirrje që i bëm, u mblodhem të gjithë këtu sot. Sot ka ardhur i gjithë fshati, jo për se këtu organizohet një fest, po ka ardhur sepse malli i ka sjell në vendlindjen e tyre, aty ku u lindëm dhe u rritëm, dhe sot ne takojmë pas shumë vitesh me mall bashkëfshatarët tanë. Por nuk kemi ardhur vetëm. Kemi sjell edhe brezin e ri, fëmijët tanë, ata që do ta trashëgojnë Mazharin. Mazhari ka vuajtur këto 35 vite nga mungesa e bashkëfshatarëve tanë, të cilët për arsye ekonomike u larguan. Dhe mundësitë ekonomike të shtetit tonë për të na rregulluar qoftë edhe një rrugë 2 kilometra ishin shumë të pakta dhe Mazhari ka ngelur në ato stade që ishte në vitet 90. Ne do ta rilindim Mazharin. Ndoshta nuk do bëhet më Mazhari që ka qenë, por mund të rilindi një fshat turistik, sepse Mazhari ka një pozitë gjeografike dhe një bukuri natyrore të rrallë në të tërë krainën tonë. Është balkoni i Kudës Ngreotit. Gjithashtu,
mali i Tartarit që ndodhet mbi fshatin ton ofron shumë, është një aset i mirë turistik për turizmin alpin. Gjithashtu, edhe Teqeja që ndodhet në majë të Kurorës, që vizitohet shumë nga besimtarët, është një aset i fshatit, është një vend për të vizituar dhe vazhdon të vizitohet nga herë. Uroj që të kaloj mirë, uroj gjithë bashkëfratarët e mi që kanë ardhur këtu të kaloj një natë të këndshme. Mazhari duket si një fortesë mbi kodrin. Ndjejmë keqardhje të shikojmë shtëpitë e braktisura prej vitesh dhe të pabanueshme. Me Petrit Balajn, mikun ton, shkuam deri në skaj të fshatit. Ai na tregoi fushat ku dikur punonin banorë dhe mazharit, dhe pothuajse të gjithë hapësirën gjeografike të këtij fshati. Mëtej, malli për shtëpinë ku është rritur e thirrri. Prej andej shfaqet një pamje madhështore e fushave dhe vijës gjarpëruese të Vjosës. E në të majt, kurora e malit të Sevasterit na përshëndet si krenaria e të gjithë tyre banorëve fisnik. Kur janë bërë këto shtëpi? Janë bërë në 1978. Janë të shkruar atu. 7 vjeç në fshat, se kemi qenë poshtë në lofat. Tani ekzistojnë kështu se janë për forta. Ka marrë malli për këto shtëpi? Po mos u bë malli do bëjmë festën. Ma ka marrë malli për vendin këtu, po. Mendon që një ditë do t'i ndërtosh, do t'i rindërtosh? Shpresoj. Të uroj suksese. Faleminderit, edhe juve. Po, Petrit, ku jemi këtu? Në Mazhar të shtëpia e Gëzim Reisnikës. Ky është vëllai i Gëzimit, ky është djali gruaja, mos e këtia. Janë miq tuaj të vjetër apo komshi të vjetër? Komshinje, miqë, vëllezër, i kemi gjithë koshërinj. Po në radhë parë kemi komshin të mirë, se kemi që komshin mirë. Pavasi se u largov tash. Mirë. Por punë duhet ikim. Ashti, po më presin në fest. U kthyem në sheshin e madh. Banor, një përmbesa, afërsisht 600 të ftuar, të cilët kanë dëshirë të flasin për këtë event në fshatin e të parëve të tyre. Investimi në hyrje të fshatit nga Bashkia Selenic dhe banorët është i konsiderueshëm, por jo i mjaftueshëm. Rrugët e brendshme mbeten të vështira për të kaluar dhe pas një investim. Megjithatë, vetë mazhariotët shprehen të lumtur për këtë ditë. Emri juaj? Qanit Dukaj. Atëherë, ishte kënaqësi. Sigurisht që nga malli erdha deri sot prezant. Ju jeni në? Patjetër, po, unë jetoj në Gjermani. Jetoni në Gjermani. Unë jetoj në Gjermani edhe solidarizohemi me gjithë bashkëtarët tanë, edhe u kthyem në fshat për të kujtuar të gjithë vojtet e jetën që kemi kaluar në këtë fshat. Të fillojmë të ndërtojmë diçka këtu në fshatin tonë, sepse ne këtu e kemi zëmrën tonë. Atëherë, ne këtu i kemi ëndrat tonë. Kështu që kjo është një gjë e jashtëzakonshme që kemi bërë sot. Edhe falenderoj gjithë bashkëtarët. Sa vite keni larguar në Gjermani? Unë kam 11 vite. 11 vite. Dhe sa vite keni pa ardhur në Mazhar? Apo keni qenë çdo vit? Jo, para një viti kam marrë, mbas 10 vjetësh me qenë. Mbas 10 vjetësh. E di vetë dokumentat vjen tjetër. Malli është nuk shuhet malli. Merr malli për këtë rrugë, për këtë shtëpi. Shikoj, po ne çdo vend e kemi matur. Kështu që çfarë mund të them unë për këtë vend kaq të shtrenjtë për neve. Urojmë kaloni një mbrëmje të bukur. Falenderojmë edhe tyja që është nderuar e respektuar. Faleminderit. Miq të nderuar. Ashtu siç na bie radha në biseda. Ndoshta ndonjëherë fjalët janë të tepërta, sepse ne edhe gjatë udhëtimit tonë, megjithse moti thash ishte jo i mirë, përsëri pam njerëzit që çmallën, takohen me njëri tjetrin dhe madje është shumë bukur që në një moment të gjejmë pak kohë për njëri tjetrin, të kujtojmë dhe ato vitet e fëmijërisë. Ndoshta një fëmijë e varfër, një fëmijë që ndoshta nuk ishte shumë mundësi, por prapë ishte e bukur sepse ishte fëmia jote. Ju përshëndesim në 100 minuta të vazhdim, sepse do të kemi emocione dhe surpriza të tjera pikërisht nga ky event 14 gusht në Mazhar.